Doktor Skerdi, nga pacientët që ju njohin, por edhe ne, njerëzit e medias që kemi pasur të bëjmë shpesh me ju her pas here në për programe në të mirë të informimit publikut, kemi parë të kjo një veçanti, një mjek që të imponohet me një lloj serioziteti, me një lloj diskrecioni ndoshta në atë që përfaqëson edhe si njeri, por kjo i bën pacientët të besojnë më shumë tek ju. Nuk e di, unë ndoshta mund të kem momente se tonalitet e seriozitetit, momente caktuara kur situatat bëhen vërtet serioze. Unë jam njeri me shumë humor. Unë jam shumë social. Unë jam njeri që e dua shumë jetën. Dhe që e dua jetën dhe përpiqem që të vë në ekuilibër atë anën jetësore të natyrës njerëzore me atë profesionale. Qartë. Unë nuk jam Norman Betyni. Nuk jam mjeku i 3 kontinenteve, unë nuk kam punuar 365 ditë në asnjë vit. Okej. Sigurisht që kam tentuar të vjedh kohën time për të marrë pushimet e mia. Unë kam qef detin, unë shkoj në Sarand, unë shkoj në Golem. Pra, unë përpiqem, pra mund të ketë një hije serioziteti ndonjëherë. Unë mendoj që unë nuk është që s'jam serioz, po mund të jetë një lloj agresiviteti ndaj pakënaqësisë që mund të kemë në ambientin drejtues. Dhe pastaj, po unë jam njeri me humor, dhe jam vërtet njeri me humor dhe social. Të qëllon me pacientët të bësh humor, doktor, dhe ndoshta është një çast lehtësues për një pacient me problematika ndoshta. Një nga vredjet që ndonjëherë më kanë bërë dhe vazhdojmë bëjnë është që me pacientët unë sillem shpesh në mënyrë emocionale. Do me thënë, kur jam shumë i pakënaqur me një pacient për mënyrën se si, dhe unë i bëhem si babai keq. I kërkoj llogari, bëj si shpirt i keq. Por gjithmonë ai babai është babai dhe gjithmonë me dëmshurinë që pse. Pse? Kurse në planin tjetër jam shumë miqësor me shumë pacientë. Unë kam shumë pacientë që i kam miq në të gjithë Shqipërinë, domethënë, jo vetëm në Tiranë. Edhe miq, po flas me 10 vjet në sensin e mirë të fjalës. Sa e rëndësishme është diagnoza në mjekësi, doktor Skerdi? Po unë mendoj diagnoza është e para. Diagnoza është e para, se po nuk u vendosin diagnoze sakt. Është si harta. Në qoftë se ti shkon në një qytet të panjohur, do të kesh një hartë, ta dish ku po shkon. Po nuk vure një diagnozë sakt. Me një rrugë të gabuar. Kështu diagnoza është e para. Dhe diagnoza vendoset duke filluar që nga nuhatja, që nga sensi i të parit me sy të pacientit. Ndonjëherë këto specializantët dhe mjekët e rinj që punojnë me mua qeshin se unë sa hyn pacienti i them ky ka këtë ose s'ka këtë ose i them vërtet. Si me bën një kështu, si me bën një bast në thonjza. E kuptoj. Nuk bëhet bast në natyrën njerëzore. Arrin ta dallosh me në momentin, 10 sekonda i them, unë jep që shiko, unë kam pas fatin shumë të madh që të përgatitem nga disa profesor dhe njerëz të cilët unë i kam në mendje dhe në zemrën time. Dhe në planin profesional e quj veten që kam pas shumë fat, që kanë qenë i pari profesori Sivadhami, që nuk jeton më, i cili më zgjodhi mua me studentëve dhe më mori pedagog dhe mjek në atë, dhe më ka dhënë ABC-n e mjekësisë interne. Tjetër pastaj ka qenë profesor Pandelicina, të që unë mund të përmendoj më. Patjetër, në shenjë mirënjohje, profesor shumë të nderuar. Absolutisht është vlerë edhe për programin, doktor. Profesor Pandelicina ka qenë mik dhe ndërkohë kam punuar kardiologji me të. Dhe ai donte të më mbante në kardiologji. I thashë unë nuk, tash unë kisha dashur të shkoja në kardiologji, po fatkeqësisht morën një person tjetër dhe thashë unë nuk shkoj, nuk e tradhtoj, profesor Sifi. Profesor Pandeliu më ka mësuar mua mënyrën se si diagnostikohet, si vizitohet, si shikohet njeriu. Dhe më vinte në këtë që erdhi u bështrimi, ditën e 3
duke filluar nga dita e parë quhet dita që ushtru pacienti, që mund të jetë vetëm gjysmëdite ose 2 orë. Ditën e tretë unë dua diagnozën, ose një diagnozë të parafort, për ndryshe s'ke bërë asgjë. Qartë. Ka qenë një nga njerëzit që më ka ndihmuar dhe më ka presuar shumë në planin klinik. Pra gjithmonë në vendosjen e diagnozës. Pse? Po vendos diagnoza, pastaj sigurisht pajisjet janë shumë të rëndësishme, po pastaj ndonjëherë nuk e ke ti në dorë. Është në dorë të kirurgut, është në dorë të onkologut, është në dorë të dikujt tjetër, po ti si mjek klinicist në radhë të parë ke diagnozën. Dhe në qoftë se ke vendos diagnozën, ti e ke bërë të ndër. Kështu që... Doktor Skerdi, mjekësia ishte një degë që e zgjodhët për shkak të qenurit ekselent në shkollë, ishte dëshirë e prindërve? Unë jam aksidentalisht në mjekësi. Më vjen shumë keq që e them se të gjithë thonë që unë doja që 9 vjeç, 10 vjeç, 11 vjeç të isha doktor, ja unë s'doja 9 vjeç të isha doktor. Unë kam filluar të lexoj 5 vjeç, unë isha i dashuruar mas librave, unë isha i dashuruar mas romaneve, kam filluar të lexoj romane që kur isha 7 vjeç. Unë kam kaluar një fëmijëri të lumtur sepse më ka rritur gjyshja, e cila ka qenë shtëpia e fundit e Tiranës së Re, ke Garda. Dhe gjitha kodra e Gardës, që tash me sigurisht duke bë pallate gjëra, ishte baçja ime. Vërtet. Po, dhe unë çdo mëngjes, masi ajo vezën e skuqur të pulave të gjyshës time, Bukur. merrja një shishe ujë me vete dhe një bukë me gjalp me reçel, edhe shkoja bëja ekskursion. Dhe kjo ka qenë një fëmijëri aq e lumtur që unë se kisha paramenin në njerë se që do bëheshe në të ardhmen. Dhe s'kishe nevojë të bëhesh në një gjë atëre. Prindë mi ishin, unë kam lindë relativisht herë, do në thonë mama imi ishte studente, dhe babaj imi ishte pedagogu saj. Kështu që 4 vjetë, 5 vjetë, 6 vjetë më ka rritë gjyshja. Nuk kanë qenë mjek, prindrit? Jo, asnjëri, babaj im ka qenë historian, ka qenë historian shumë i shquar, akademik, dhe ka qenë osmanolog, një nga 8 osmanologët më të mirë në vitet 80 në Europë. Interesante. Po, dhe atëherë bile i kanë ofru nga Franca që të shkonte të punonte atje, po në vitet 80 po të shkonte ai atje, ne do shkonim në Burrel. Qartë. Kështu që ai refuzoi. Mama ime ka qenë mësuese historie dhe unë kam qenë tërë jetën i angazhuar duke lexuar librat e historisë babait tim. Kam qenë shumë i apasionuar mas letërsisë dhe mas historisë. Bukur. Dhe një mjek edhe me bagazh të tillë letrar, që i ka zmadhuar shpirtin dhe e ka bërë aq shumë njerëzor, pa diskutim do ishte sot doktor Skerdi. Unë mendoj që letërsia i hap mendjen çdo njeriu, nuk ka rëndësi profesioni. Letërsia i hap mendjen çdo njeriu, nuk mund të jenë njerëzit, nuk dua të përdor sa shprehje, po të themi të paditur në rastin më të mirë. Sepse letërsia, ti kur lexon një libër, ti hyn në atë vendin atje. E qartë. Ti lexon Jules Vernein dhe ti hyn në ishujt e Jules Verneit. Dhe ti e identifikon veten me një nga ato personazhe. Unë në rastin tim me kapitenin 15 vjeçar, juve me ato vajzën e kapitenit Grant, që me gjithë guximin kaloi gjithë Argjentinën. Dhe ku diun, pra... Shumë vajza do donin të ngjasonin me atë personazh. Po, pra, letërsia e pasuron mendjen dhe shpirtin e njeriut dhe e bën njeriu ditë flasë. E vërtet. Se ka dhe mjek që mund të jenë shumë të zotë në dorë, që do dinë të presin dhe të qepin, po s'dinë të tregojnë se çfarë po bëjnë. Për shkak të mungesës fjalorit. Letërsia t'jep fjalor. Dhe këtoj ne po i zbulojmë sot me një mjek, dhe kjo është interesante.